Drejtoria vendore e policisë Lezhë ka bërë me dije se specialistët e sektorit të policisë rrugore kanë referuar materiale në prokurori, duke nisur procedimin penal në gjendje të lirë për shtetasin XP, 34 vjeç, banues në Lezhë. Sipas policisë, në aksin rrugor dytësor Lezhë-Shkodër, 34 vjeçari duke drejtuar automjetin ka humbur kontrollin dhe ka dalë nga rruga duke rënë në kanal. Si pasojë e aksidentit janë dëmtuar 2 pasagerët që ndodheshin në automjet, të cilët ndodhen nën kujdesin e mjekëve dhe janë jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, specialistët e Komisariatit të Policisë Kurbin kanë referuar materiale në prokurori dhe për një tjetër rast, ku ka nisur procedimi penal në gjendje të lirë për shtetasin. SH, 65 vjeç, banues në Kurbin, i dyshuar për pushtim të një sipërfaqe toke në pronësi të një shtetasje 59 vjeçare. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Lezhë për veprime të mëtejshme.